Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësi e Madhe arrestuan në flagrancë shtetasin VG 28 vjeç banues në fshatin Hot, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj vëllait të tij. Specialistët e sektorit të policisë rrugore referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit Sha, 62 vjeç banues në Dobraç, pasi dje duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi, ka humbur kontrollin dhe është rrëzuar. Ai është në kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë një 17 vjeçar pasi dje të sheshi 2 prilli, duke drejtuar një met elektrik pa leje drejtimi, është përfshirë në një aksident me dëme materiale. Gjithashtu referuan materialet në prokurori, pasi shtetasi AD 19 vjeç, duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi, ka përplasur shtetasin FM 49 vjeç këmbësor, i cili po merr mjekim në spital dhe është jashtë rrezikut për jetën. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit LR, 65 vjeç banues në Shkodër, pasi dyshohet se ka goditur me sende të forta një shtetase 72 vjeçe për motive të dobta, si dhe DB, 42 vjeçe banuese në Shkodër, pasi është konstatuar se ka kryer punime ndërtimi pa leje. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.